Maturantët në Shkodër u nënshtruan këtë të martë provimit të gjuhës së huaj pas përfundimit të testit. Shumë prej tyre u shprehen se provimi ishte në një nivel mesatar vështirësie dhe brenda pritshmërive të tyre. Megjithatë, ata treguan se shqetësimi më i madh mbetet provimi i matematikës, të cilin e konsiderojnë si më të vështirin në ciklin e provimeve të maturës shtetërore. Unë fizioterapi në Shkodër. Ja, dori besnike. Unë mendoj gjuhë letërsinë, po tham se kjo është relative më vonë, varet prej nxënësit. Shumë i vështirë. Kishte shumë pyetje që s'dishim asgjë. Provimi me thënë drejtën nuk ishte i vështirë, thjesht pak sa më përqendrua dhe ishte i kuptueshëm. Besoj se ai zgjavjes, unë personalisht kam biologjinë, edhe besoj se ai do të jetë pak më i komplikuar. Po provimi për mua ishte i thjeshtë, ndoshta deri diku mesatar për pjesën tjetër, po jo se kishte një nivel vështirësie të lartë, si më thon. Po, koha ishte mos e mjaftueshme, ju uroj suksese tonë maturantëve në këtë provim e tonë provimet e tjera. Ishte një provim jo aq i vështirë, por ja dolem dhe bëm shumë saktë. Për mua personalisht besoj që mund të jetë matematikës, ka që ka ato problematikat e veta. Provimi ke i lehtë, ishte i vështirë. Provimi në qëse ki mësu, si me thonë, gjatë vitit, si ishte i vështirë provimi, i kishe bo tana, si me thonë. Nuk ishte i vështirë, me thonë ishte i lehtë. Matematikë, thëmë ma shumë e vështirë, aji që kena ma shumë stres, si me thonë, se ashtë lanë dhe vështirë dhe ashtë lanë që duhet për çdo lloj degë që mund të futesh. Provimi ishte mesatar, nivel mesatar, dhe me thonë, i kena plotësu pothuajse tana pyetjet, e shpresoj që dana sa më mirë. Normal si matematikë. Ishte shumë i thjeshtë, matematika. Për mendimin tënd. Maturantët ndanë edhe planet e tyre për të ardhmen, duke theksuar se synojnë të vazhdojnë studimet e larta kryesisht në universitetet shqiptare. Personalisht kam opsion edhe jashtë dhe këtu në Shqipëri, por mendoj se do ta vazhdoj këtu. Në Tiranë, unë besoj. Jo, Shqipëri. Mendoj me vazhdu në Tiranë, jo jashtë. Besoj që në Shkodër. Provimi të gjuhës së huaj në Shkodër ju nënshtruan gjithsej 1444 maturant, duke shënuar nisjen e procesit të maturës shtetërore për këtë vit.